بكت عيني على ذنبي بكت عيني على ذنبي بكت عيني على ذنبي. من خاف الله أخاف الله منه كل شيء. اعتكاف الله الله عز وجل برياتي كان بريدوج دوتن ومن لم يخف الله خاف من كل شيء. ايتين كافر الله كافر بريد دوتن صديق ابن معاذ على قدر حبك لله يحبك الخلق. صائد يا الله تجد كان فتدا تكبري الله تجد كان فتبري بريء مبين إبنيا صاد إن خفت الله لم يضرك أحد. نتكبري الله قام قيمة بوسم أكبر وإن خفت غير الله لم ينفعك أحد. نسى إفريقك تكوين بوس الله عز وجل قام قيمة كيف طبي أكبر. ويا خجلي إذا ما قال لي قد أبو الحسين الطيب قد الخوف زمام بين الله وبين عبده. فرضي الموت عن لطارق كلمني ضروبنا الله من الله عز وجل. فإذا انقطع الزمام هلك مع الهالكين. نزل كفوت الكلسات قصد كثروها من القبور. سجل ضيطات المسلمات كفت بيغمبر صلى الله عليه وسلم كفت تكون نياني بريو برياتيس تكا آنك الدنيا ديتا زال بريكسا الدنيا تاكت كل كوكا نزيت تبان أدوريم الله عز وجل صلى الله كنتني تدمجي كريمت كامنتان أسجات بطنا أدورو الله عز وجل Porta prezenton Allah, se shka ka pregatit mira për besimtar, ti prejnet, ka mundësi këtë manir, me adhuru Allahun azza wa jalla. بكت عيني على ذنبي بكت عيني على ذنبي. Allahun azza wa jalla. Të tjesojnë qëta fjallë, me temën se besimtar kanë frikë Allahun azza wa jall. Sot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idha salahat salaha al jasadu kulluh wa idha fasadat fasada al jasadu kulluh ala wa hiya al qalb. Sot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vërtet është një pjesë e organit në vetën e njeriu. Në të arrijë njeriu ta përmirëson këtë pjesë do t'i përmirësohet e tër jeta. Nëse ndohet dhe priset si organ, ka me ju prisë ta jeta e tij. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, cili organ është kjo zemra. Për këtë arsye dietar islam për të latin këtë tematik, dojtë se nëse adhurimet, nëse këtë dëshirë adhurimet e tua, të bëjnë dobi njëtën tonë dhe të jenë të pranuar, se Allahu azza wa jall do e mos duhet që zemra të jetë e gjallë. Se ka lezim i mas i Kurani Kerimit me gjithata të trim tonë, apo në vetën tonë, pa kemi përgjithime, nga të dhe lezimi i Kurani Kerimit dhe i badetet nuk kanë mundësi të i sjellin dobi
zemrën të vdekur, ajo e cila rinjallë të vdekurin, dhe vepra e cila e rinjallë zemrën e vdekur, anë frika Allahut Azza wa Jall, dhe këto që ndronë sekreti, po të gjithë pejgamberët e Allahut, mesazhin e parë, që ja përcjellën ummetit të tyre, i thanë o popull, ne kemi frikë Allahun Azza wa Jall, se po ju ka një dënim i vërshëm, thot dhe nuni, الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف. Pra njerë janë në rrugën e drejtë, për derisa kanë frikë Allahun Azza wa Jall, atir që të thonë dhe të largohë frikë Allahut Azza wa Jall, të zemra e besimtarit, atir sot dhe nuni e kanë humbë rrugën e tyre. Gjithashtu thot Ebu Sulejman e Darani, mirësitë e dunjas dhe akiretit, se i mirësive të dunjas dhe akiretit, anë frika Allahut Azza wa Jall. Natë zemër që nuk ka frikë, ajo zemër është e vdekur. Omer ibn Abdul Aziz i thot, men khafa Allah, e khafa Allahu minhu kulle shay. Ai që ka frikë Allahu Azza wa Jall prej ati ka me frikë çdo tem. O men lem yakhaf illah khafa min kulli shay. Ai që nuk ka frikë Allahu ka për të frikë prej çdo temi. Thot Yahya ibn Mu'adh, ala qadri hubbika lillah yuhibbuka al-khalq. Sa e don ti Allah, sa të njerëz kanë për të dhënë. Sa ke frikë Allahun, sa të njerëz kanë për të frikë prej teje. Fudayl ibn Iyad thot, in khifta Allah, lam yadurruka ahad. Nëse ke frikë Allah, ka mundësi me të bënë dëm askush. Wa in khifta ghayra Allah, lam yanfa'ka ahad. Nëse i frikës dikujt posa Allahut Azza wa Jall, ka mundësi me të keu dobi askush. Transmeton Ebu Hafs, rahimahullah, i cili thot, frika Allahut është fener, kanë cili dhe drita në zemrën e besimtarit, dhe sekreti, ajo që janë për të çudi. Prej çdo kujt të frikës, hik prej ati, vetëm prej Allahut Azza wa Jall, sot i frikës ati, më shumë afrohet se Allahu Azza wa Jall. Wahid ibn Warq e transmeton të thot, shembulli i asaj zemre që është e përmbushur me frikën e Allahut Azza wa Jall, i përqet një shtëpis që në ta ka banor dhe banon dikush në ta, ndërsa ajo zemër që janë të zbrat prej frikës Allahut Azza wa Jall, sa i përqet një shtëpis që është e braktisur, ka shtëpis ka ta me te, ajo shtëpis që është e braktisur dhe nuk banon askush, do të shqip parë pas disa titëve të rënum dhe nuk ka në ta gjatë. Thot Ebul Husein al-Tahir, thot el-khawf zimamun bejnë Allahi wa bejnë abdih. Para frikë Allahut është litarit që e lidhë robin e Allahut me Allahun Azza wa Jall. فإذا انقطع زمام هلك مع الهالك. نزل كبوت الكلتار قدر كسروها متى كسرواري. Prandaj besimtar i frikën Allahut Azza wa Jall. Besimtar i frikën Allahut Azza wa Jall, se kanë dëshirë të jenë prej banorëve të xhennetit. Transmeton Ibrahim e Tejmi i cili thot, ai i cili nuk ka bërë nga këtë dunja, leti bere vetës ma, se ka mundësi me qenë prej banorëve të zjarmit, nga të Allahu Azza wa Jall. Kurani Kerim na ka tregu për banorët e xhennetit
الحسن فقد الدين شوط الله عيتي نظر کوئی برينگا جبا شرطت إبراهيم الدين عيتي نقابريك الله عز وجل دوستا kontrollon vetën e tij se ka mundësi me qenë prej banorëve të Zjarmit, nga se Allahu Azza wa Jall tregon për banorët e Xhennetit, pasi që hintën me çka kanë për të krenu, ato thonë inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Ne pra, kur ishim në dunja, kishim frikë Allahun Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall para të që frikën Allah ka thonë Kurani Kerim وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Ai që e ka frikë Allah, ai që e ka der, si përka me prezentu para Allahu Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall përka nuk premton një gjennet, po përka thot i ka një gjennete. Ne kemi frikë dhe besimtar, duhem t'i frikën Allahu Azza wa Jall, që ta arrim kënaqësinë e Allahu Azza wa Jall. Allahu ka thonë në Kurani Kerim, radiyallahu anhum wa radu an dhalika liman khashiya rabbah. Allahu i të kënaqur në to, dhe ato do të jenë të kënaqur me dhuntit dhe mirat e Allahu të Xhennetin e tij. Edhe këto janë vetëm ato që kanë pas frikë Allahun Azza wa Jall. Ne kemi frikë Allahun Azza wa Jall, që Allahu Azza wa Jall na qisër me mëshirën e tij dhe na pastron prej mëkateve. Thot Allahu në Kurani Kerim, inna alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Ata që e kanë frikë Allahun Azza wa Jall, para se me u taku me Allah, pa e po Allahun Azza wa Jall, jara, qëfar përdime ka për to. Thot Allahu Azza wa Jall, lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Për to ka falje dhe për to ka shpërblime të mëdha. Pra besimtarët e pas, janë ato të cilët e kanë pas më shumë frikë Allahun Azza wa Jall. Se ato ju kanë frikë Allah, nga se ato e kanë kuptu, se Allahu Azza wa Jall çdo temë që ka kriju këtë dunja, e ka kriju me një qëllim, nga se Allahu thot në Kurani Kerim, e fa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. A keni mendu se ne ju keni kriju këtë kohë, dhe keni mendu, a nuk e keni di se një ditë keni mukti të na. Thot Allahu Azza wa Jall, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Na tjerë dhe tokën, nuk i kemi kriju për të dëmru dhe për të lujt me to. مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ. Pra ne i kemi kriju me të vërtet. Si transmeton Imam Bukhariu, tregon Allahu Azza wa Jall e pregatiti botën, e vetëmti tokën. Vespanim se jek për njeriun dhe janë nëmstroj të tem. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu ditën e shton krijoj peun, Allahu ditën e tillë krijoj pen, Allahu Azza wa Jall ditën e tillë krijoj kodrën, ditën e hanë e krijoj pen, ditën e manë e krijoj ketë, ditën e mërkot e krijoj dritë, ditën e ejtë krijoj Allahu Azza wa Jall gjithë shtatën dhe shpendën dhe ditën e gjumon, pas namazit të ikindin, e krijoj Allahu Azza wa Jall atemi, që në kupton se sotë Allahu Azza wa Jall na i ka nështru neve, prej neve ka një sem, thot Allahu në Kurani Kerim, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Pra njeriun dhe gjin nuk i kam kriju për din tjetër, vetëm që të më adhuroj, pa të të pastor, janë frikte, a kanë qenë ato që e kanë adhuru Allahu Azza wa Jall sa duhet, e të të ndi, por e kanë dëgju, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me një atirë se e kanë dherë Imam Ahmedin musnedin e ti, për këtë atirë se e kanë goni thot, të atirë si është i mirë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dëgjom lajtarë të musliman,
ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë sikur njani prej ju, prej atit që ka anë këtë dunja, deri të dale prej kësaj dunja, ta këtë ullë kokën në dete, si ban adhurim Allahut azza wa jall, thotë Allah, kur të një ditën e gjykimit, ka me thonë asë gjatë e pas në adhuru Allahun azza wa jall, kur të prezenton Allah, se shka ka pregatit mira për besimtar, i prej net, ka mundësin këtë manir, me adhuru Allahun azza wa jall. Gjithashtu, transmeton Imam Tabarani, nga Jabir ibn Abdullah, dhe gjallaj datër musliman, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në një tjetër hadith transmetim thot, أففي السماء وحق لها أن تنقى فجيري كان تيرقى عدن سجيري كان تيرقى سيو بيغمبر صلى الله عليه وسلم صلاة نتير الله نوكتن نيبلون تطرات وجه كتن نتير ادن نملك نكا برياتير تي الله اكاكيو Qëndron kam e adhoron Allah dhe ditën e gjykimit. Disa prej tyre, as pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, disa pinë në ruku, prej atit që Allah i ka kriju, dhe ditën e gjykimit, e disa të qenë në tete e kur dalin para Allahut azza wa jall, dhe ta shohin fitirën e Allahut azza wa jall. Të cilët e kanë adhuru në këtë menit, do thoj, subhanët, ma besna, haqqa ibadetit. Madhia jote qoftë, e la, o zotima, përte, se në të kënë adhuru si këduar. Të cilët e kanë adhuru të njetër, pra vlet edhe për neve më bri, na për këtë si, primu nga dhe nuk e di, val, a e kena për cel e manetit që val si njeru me dëshirën e vetë, pra në shtjeli që të val, pra nuan kodët që të vatit, të të lau azza wa jall, o ashfaqna minha, kanë po pritse, këtë manet, se në për celin manirë të mirë, pra njeru e ka val, e qitëm patrëtin radit, komentin e këtja jeti sot, se Ademi a.s. e kur këta manet nga se Ademi a.s. nuk e qiri si e manet të imat, po e si qojse a i seli angazhon dhe ndihon, dhe për këta si e pranoj, nga se dinte se Allahu azza wa jall është a i cili të ndihon, për këta si e pastor dhe besimtar, kanë frikë Allahun azza wa jall, kanë frikë se val, a e kena adhuru Allahun si shtuat, apo ne i kena si hile në i badet. Keni frikë Allahun azza wa jall, nga se madhia Allahut është e madhe. Thot Allahu azza wa jall në Kur'anin e Kerim, o Muhammed, priti mushrikët e Mekës dhe thuaj, qul limanil ardu wa man fiha, in kuntum ta'lamun, e kujt mëra
transmeton Ibn Abbasin e tregon, thot me tokën e qiellit 500 vjet me herë, tradhtia e qiellit ton 500 vjet, me tjetër 500 vjet deri sa qiell, 500 vjet ujë, pastaj kursi Allah, pastaj arshi Allah azza wa jall. Edhe qielli thot subhane ma a'zamak, o zoti ma, so i madhëshëm je. E ndëgjon një thonë që Allah i përgjigjet dhe i thot, la ya'lamu dhalik men halefe bil kadhiba, që smadhni nuk e din, ai se mi ban be, beton në Allah vrejta. Gjithashtu, transmeton Ebu Daudit dhe Imam Tabarani, për këtë hadith ka thonë se i kanë bon, të hadithi është i vërtet, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu mu ka leju, se ju tregoj për një melek prej 7 melekve që e bojnë arshin e Allahut azza wa jall. Mu ka leju se ju tregoj se so as ajma ka thonë prej se duni vetit deri te tubët me hep një njeri i shpejt 7 vjet. Allahu azza wa jall është ai i cili fuqishëm ka kriju këto krijesa. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu me një hadith që e transmeton Ibn Abi Shayba kitabul Haq, se kalboni përket transmetim ka thonë se hadithi është i vërtet. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam toka dhe qiella pran kursijet është sikur një unas me herë shkëti. Kursi Allah pran arshit Allah është sikur një unas me herë shkëti. Thonë kjo është madhësia Allahut azza wa jall. Se besimtarët kanë frikë Allah, nga se kanë të bojnë me atë krijuesit, fuqi plot absolut, kanë frikë Allahut azza wa jall. Gjithashtu ne kemi frikë Allahut azza wa jall, nga se Allahu azza wa jall na ka treguar në Kur'anin e Kerim se si do të ketë përfundimi i mëkatarëve, cili prej nesh nuk ka mëkatar, cili prej nesh nuk e ka bon dhe një gjuna njëve dhe ti. Allahu ka bon Kur'anin e Kerim, ahsallah wa nasu, atë vërtet, se bërë t'i vjerë e ki bon një gjuna të ma, me që do ta, ki haru se i ke bon Allahu gjuna, mi po Allahu të të Kur'anin e Kerim, ahsallah wa nasu, Allahu azza wa jall e ka regjistru, edhe pse ato e kishin pasharu. Allahu thotë në Kur'anin e Kerim, inna kunna nastantikhu ma kuntum ta'malun. Ne kemi porosit që regjistrojnë veprat e juaja, vllajtë musliman, pasi se ne jemi robë të Allahut dhe kemi gjunahet si mos më frikë. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith të vërtetë tregon se një grup ka hyrë në xhenem për shkak një motës, e ka lidh si ka vonë me ngrohtë, e atë se ka leshu se këtë halë në apsirë, për këtë apsirë ka linë xhenem, si mos kena frikë Allahut azza wa jall. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot me një hadith, ka mundësi që një njeri ta flet një djalë, nuk i kushton kujdes, se s'ka po flet 70 vjet se po shkon në zjarr të xhenemit, si mos kena frikë Allahut azza wa jall. Po Allahu thotë në Kur'anin e Kerim, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim. Jo mendoni se thotë një çështje e thjeshtë, e kena bon, e kena arru, dhe kam paru çdo të me ta, e dimtarit i ka frikë dhe ka tro Allahut azza wa jall, aje ka nën kujtes Allahut azza wa jall, duke shpresu që Allahu ta falë, që falë gabimet dhe gjunahet që e ke bon. Allahu thotë në Kur'anin e Kerim, jo mendoni se është e thjeshtë, mirë po te Allahu azza wa jall
qa gjunaj tanë, se sa është i vogët, po që qërë se kujt i ti po gjuna, po dhe që qërë se sa i mam apo i vogët, po që qërë se sa kanë e kizëru, pa këta si Allah u thotë në Kur'an i Kerim, për kullën e khadna bi vende, pra ne i dënuam gjithë popuj që të kënë para ju, po shka të më katëm dhe gjunave që i kanë do, lajdatër musliman, ku të tjetë të prej të nëmit, prej të nëmit, Ademi dhe Hawa, a nuk është më kati, gabimi dhe gjunaj, ku të ajnë tiri, e përstu i blisit, prej rahmetit Allah dhe e bonit të mëllku, a nuk është gjunaj, ku të shkaku, që Allah asë dhe vëtës, i mundosi të gjithë, ka të nuhit, që atë pasoj e gjunaj, a nuk është Allah asë dhe vëtës, që shumë popuj, me dëmime të ndryshme, i dënoj, për shkak më katëve dhe gjunave, transmeton Gjubejt i Binokej, i të një thot, në shlirimin e këbritit, ishmi pas me Budaka, dhe pas i shlevëm këtë vend, ta filluat t'i ndajnë gërat prej burave, filluat t'i ndajnë dhe fmi prej prindë, e Budaka, radiallahu ta'ala, janisi me kaj, ta ju aprova i dhe i thaj, ja Eba Dërda, se përqaj, sa për shkak se ta të pjesë, rovë të Allah janë cilin e Allah, në të ato i bojnë Allah gjuna, sa të nom dhe të fuqishëm kanë qej, sa rahat dhe mirë kanë qej, e një lata, kër e i tunë Allah, kër i kanë gjuna Allah të të vëqët, e ve i tunë këtë të mirë, ndajet me antarët e familët, shtu të kjetë të në kjerë, ka munda, baba për smirëve, ka munda, nana prej smirëve, ka munda, të shëmiri prej të shëmirëve, ka munda, lau prej lavitve, pasot e gjunave, për këta tjetë, ne këta frikë Allah në asë dhe vëtëm, nga se kemi gjunave më kave, dhe isa ka me jonë kënë gjenetin Allah, kena të drejtë që të komi, gjithashtu ne kena frikë Allahun azza wa jall, kena frikë Allahun azza wa jall, nga se ka mundësi Allahu azza wa jall, muhidru dhe Allahu azza wa jall, në ka drejku në Kur'an i Kerim, thot Allahu në Kur'an i Kerim, falamma asafuna intaqamna minhum, فأغرقناهم أجمعين. ربنا يبنون الله عز وجل يكني حكمات زي كني بندوق تجير ناكنا بري سنسا سنوني بينه أبان سني غيبا سيطان الله عز وجل يميك الله عز وجل أكبر سيطان التطريب بالتطريب صلى الله عليه وسلم أفهمني بأهل
cilësinë e Allah, e përstëllën modelet e uja, të cilësinë e Allah të arru, وَبَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ يَأْتُونَ بِأَيْدِيهِمْ تَدْبِيرًا Kosa, nivel, veçja, nivel, ushtimi, nivel. Allahu Azza wa Jalla, yatem mismirat e dunjas, yatem mismirat e dunjas, hatta idha farihu bima utu, derisa dalin të shprejnë gëzimit, sinatën e matura, dalin të indojnë Allah, فأخذناهم قبضة فإذا هم مبلسون نجمون فبري فجر تبريد بيتون فأبطل من تكلمين سيما جمع بلون يمين دبرو جمع بلون كما بيزدو صف سيرة نوامر أخذناهم قبضة فإذا هم مبلسون فقضي دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين صلى الله عز وجل إكنا موت مبريد لكن جيت تشكني فاتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم صلى يابي نظر شاف نيرو دي الله يسميرا أي وجدن أبدا لن الله ديت الله أكشكني يتا فاتا يدي قيمة ثانية يندمتو مسميرا للميتة الله أكيد يصير الله يدار المسلمان مدينة كل الله كسروا كل الله مسميرا كسروا فاطم القيم نبي الله نبي تقبل الله تعبرون أمتهم الله ديت الله عز وجل تقدروا نزع الله كابون بوبوري نزع الله كابون بطوهي ألا بيارون علامة الله ديت الله عز وجل ديت سبيل تكتون فون سبيلك ثم ابن قيم رحمه الله ليس الله قال له كثير من الرسول أينفعوا أولو ينفعوا عائشة رضي الله تعالى عنها أبيوتي پیغمبر الله فنيايات القرآن الكريم يا الله قرآن الكريم فوالذين يؤتون ما أتوا أخذت بلد يا بالناسات الله كذا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون فبيرتي كان تبريسمة عائشة رضي الله تعالى عنها أبيتي پیغمبر الله تعالى يا رسول الله كتبتي يا بن فريقة أيام زنجات ريان هيدوتة فيا أيبيا أبو بكر صديق فيا شويان أتو تسجيل ديابن أجرون ربون ربرة ميربو كان فريق الله عز وجل نوم يا برادر أبو بكر رضي الله عنه قلت الله بديت الله فقبلوني سيدة ما الناس ترون ضيت الدنيا يا فقالتا فقال الدين صوت يحييني مهاضرات صوت بديتاي لو قوم بيسا من دوت تيبل كدنيا نبيكم من ديا أوتي كابون جنار تفريقة الله بنشكون أوتي كابون دني غيبا تنير غزندين الله عز وجل يقبلوا أولوك يقبلوا يوسف بديتاي تفريقة الله عز وجل قد الله عز وجل قوم سي فمن غيبا تيكابون كان يصل غيبا طبي نعطيب جربت مدن دنباني تريبا پیغمبر صلى الله عليه وسلم أكم رغاي بديتاي إكال آتي دنجكين مغيبا تكون ردنبا الله قدر يابان بلون إلهي فنكبرن الغيبا فضوبان نبيبا يا رسول الله غيبا يبشكرون وجان شدير تسكينا نا ويديت مسكين
gjunat ma, janë java urejra, prej te gjunat ma, këtë gjenje barakegët, sa dhja i toku i pejgamberit Allah, ti ki thënë me nuk të hadith, ti pejgamberit Allah, po dhukur, sa jo Allah, e urejra, sa dheri sa që i toni anë gjop, nuk a i sigur, a ka të i toni, aja gjop, aja latër banë vetë, se të ndonë me të madru, e mu më kërësitik, rëdja më anë, të kërë një kodut, ja prënë dhe mu më kërësitikot, një mos uj, edhe një pjat me një, ja lisë e mu më kërësitikot me taj, dhe i sa i qoj me taj, edhe ato që ishim për rrët, e për taj, unë e mu më kërësitikot ba, prap ja lisë me taj, e kur unë gjepsu, sa e pytëm e mu më kërësitikot dhe i tam, ja e ma vëkër, se dojtë, të ngëzë, një ditë kemi tenë, me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe pejgamberi Allah, ja boni me dorë se tha ismu, sa si njeri nuk isë, sa e pita pejgamberi Allah, se i sa që ja Rasulullah, kuj që boni ismu lërgomu, sa të njoja, erdi me mbashtu, se i sa, largo, u largu një lihava, edhe mësa, nëse tim shpëtove, atë që vinë pas teje, pa i shprovu s'ka milan, sa e mu nga tërpitiku, po le po, pjatër me mjanë, po friga, se të njoja, ndërta, në dokën e mu vete, sa të Allah ka langat, sa këtë atije, sa janë sa me taj, lajdasër musliman, se si taj, jetë e duhet të posë friga Allah, Azza wa Jal, transmeton me një rivajet, Abdurrahman, ibn Yazid, ibn Jabir, ibn sahibi sa Yazid, ibn Marsedin, dhe i thanë, ja Yazid, se po të topë gjithë një të qaj, kod po pushoj, si të du prej të qartën, pa ke pushti me këta, sa të shakën të li, sa vlavija, Allahu Azza wa Jal, sa mu ka kërcnu, se ka me spurkos me tja, sa vëllah, mu pas kërcnu Allah, që ka me spurkos me një vod, sa vlejnë të me qaj për një vod, por që Allah Azza wa Jal, nga vonë nëse, mban më ka se gjuna, nëse më haron, nuk më amon, ka me spurkos me tja, si mërë Allah sa vod me qaj, e mu dërda, radi Allah ta'ala, po ja u e qatë të fundit jetës, ja lini me qajtë fort, e pytëm dhe i tanë dhe vëtanë, sa gëzët e kanë të ju, se nga meri sallallahu alaihi wasallam, i që i ka thonë, Allahu Azza wa Jal, ropë të ti, që jetët e ti, i ka morë me ti grusha, një grush, ka thonë balat e në leti, që një grush, ka thonë balat e njërit, e mu dërda, në të një grush të gjithë, pati se se ditë në të një grush, sa për këtë arti e përdoj, lutim Allahun Azza wa Jal, që Allah sa i mbush zemrës tona, me frikën Allahut Azza wa Jal, në zemrës që mbushet frikë Allahut Azza wa Jal, frikë Allah e qimë shto të shni të dunjohë, se i ta e pa uzon e në gjuhet, si ti përmene të mirët e dunjohë, nga dhe Allah Azza wa Jal, nga ka tregur qatë dhe nga ka thonë, që dunjohë anë pur një besimtarit, nga dhe ka regullë dhe norma, dhe ka dunjohë anë gjeneti, vetëm i nga besimtarit, ndërsa gjeneti muslimonit, anë në akiret, lutim Allah Azza wa Jal, që Allah në banë prej atyre, që kemi prit Allah, kodat e tjeri, dhe vidot tjeri, lutim Allah Azza wa Jal, që Allah të jetë i knatër, me juve dhe gjithë që keni po sabër dhe durin, partit dhe gjukë të kjanë, dhe vjërimin, lutim Allah Azza wa Jal, që Allah të jetë i knatër aj, atë që keni qëllu, atë që në prejonës Allah, në atë të qilën keni qabru, ka qënë prej veje dhe shejtanit, dhe ne kërkojnë falje, këtë dunjan të jemi, lutim Allah Azza wa Jal, që Allah kështë përblejë të gjithë me gjënë në të
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكت عيني بكت عيني على ذنبي، بكت عيني على ذنبي، على ذنبي، بكت عيني على ذنبي. بكت عيني بكت عيني على ذنبي، بكت عيني على ذنبي، على ذنبي، بكت عيني على ذنبي. بكت عيني على ذنبي وما لاقيت من كربي، بكت عيني على ذنبي وما لاقيت من كربي. فيا ذلي فيا ذلي فيا ذلي ويا خجلي، ويا خجلي. فيا ذلي فيا ذلي فيا ذلي ويا خجلي. فيا ذلي ويا خجلي إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني ولا تخشى من العتب، أما استحييت تعصيني ولا تخشى من العتب، وتخفي الذنب عن خلقي وتأبى في الهوى قربي، وتخفي الذنب عن خلقي وتأبى في الهوى قربي. فتب مما جليت عسى تعود إلى رضا الرب، فتب مما جنيت عسى تعود